Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete. Ditën e sotme jam pranë jush për të sjellur letrën e radhës. Këtë letër ma ka shkruar një nën, e cila fatkeqësisht nuk e takon vajzën e saj për vite me radhë. Arsyet janë të çuditshme, pjesë e kësaj ndarje fatkeqësisht vjera, kunata, xhelozia e tepërt, inati i madh kundër drejt nënës, e kanë bërë këtë nënën që të heqën dorë nga vajza e saj, por jo të heqën shpirt, thënë ajo me lot në sy. Janë bërë 6 vite që nuk e takon dot të bien. Përshëndetje Tiranë. Fillimisht njëherë uroj që të jesh mirë dhe të më dëgjosh dhe të më dëgjojnë jo me 2 vesh, por me 4 vesh. Të lindësh fëmijë dhe ta mbash atë fëmijë në bark 9 muaj nuk është e lehtë. Është një sprov që Zoti e ka bërë mrekulli të universit, por edhe emocion i paharuar. Dikur isha nëna më e lumtur në botë që isha pranë vajzës time. Problemet tona në familje ka nisur që në ditën e parë që unë kam shkel si nuse në atë derë. Vjera me xhelozit e saj, gjasme unë i ka marrë të birin, kunata xheloze dhe përzieshte në çdo gjë, ndërsa burri im ishte pulë që nuk qilte gojen për asnjë gjë. Çdo ditë ndeshesha me fjalë ofenduese. Çdo ditë më bullizonin. Nuk më respektonin. Nuk më nderonin. Më gjuani në tokë sikur unë të isha asnjë gjë. I mshoj që vetëm dilte me shokët, edhe s'dinte të bënte punë tjetër. Ndërsa unë si qenë për të siguruar ato para, punoja edhe në furrë buke, edhe në temperaturën 50 gradë, edhe në temperaturën 40 gradë, edhe në temperaturën 35 gradë. Kur shkoja në shtëpi, boll e lodhur isha, duheshte të gatuaja drekën, duheshte të prisja çdo ditë kunatën me të bien dhe me të birin, dhe duheshta vjerës t'i jap muhabet deri në orën 11 të natës, sepse vjera s'kishte se si e kalonte kohën. Mu bë jeta tmerr. E jetoja si një robot. Apo thon shkurt, jetoja për të tjerët, nuk jetoja për veten. Më dhimbë se shte vetja. Nuk më kuptonte askush. E pyesja veten si do t'ja dal unë, çfarë do të bëj unë. Deri kur burri, i cili rinte tërë ditën dhe nuk bënte asnjë punë, filloi dhe të vej dorë mbi mua sepse mësonte e jëma edhe e motra. Unë gjas me shkoja në punë dhe e traftoja, pas kam patur dashnor, shkoka me burrat e huaj dhe qeshka me burrat e huaj, deri e në atë nivel, sa që kur shkoja unë tek ime më, vjera ime fshehurazi vinte më ruante, se ku shkoj unë, a shkoj tek xhaxhai, a shkoj tek halla, a shkoj tek tezja. Deri në atë nivel ka qenë historia ime. Në ato kushte e linda vajzën.
Nuk doja që i me bi të rritet në atë të merë. Atyre nuk ju interesonte vajza ime. E vjera ime as nuk e prekte me dorë vajzën. Sa që ndonjëherë ashtu të vogël e merja edhe tek puna, e mbaja në karocë, aty e ndroja, aty i jepja qumësht. Për aty kujdesesha për vajzën time, sepse ato arsyetoheshin nuk ma mbanin, ndërsa ime më punonte. Kur ajo ishte në ndrim të parë, unë e merja vajzën në punë, ndërsa kur ajo ishte në ndrim të dytë, e lirë, dhe unë isha ndrimi dytë, unë e çoja vajzën atje. Kështu jetova të plota 3 vite me vajzën time. Nuk mundesha më të duroja dhe vendosa që të largohem nga ajo shtëpi. Me mendjen që buri im të më mirë kupton dhe të vije pas meje. Po çfarë bëri buri im? Buri im e bëri më të keqen të mundshme. Ai qëndroi me nënën dhe motrën e tij, edhe më ndaloi mua që unë të marr ti me bi dhe të kujdesem për ti me bi. Bën të gjitha të pamundurat në gjykat, i matë nuk kishte para, unë nuk kisha para, që ato të ma marrin vajzën time. Dola prej shtëpije si kur unë kisha kërcënuar, më bën dokumentacionin si kur unë jam budallaqe, vuaj nga probleme mendore, dhe arritën deri në atë nivel që të ma marrin vajzën time dhe të ma heqin vajzën time nga dora. Kjo ishte e keqja më e madhe që mua më ndodhi në shtëpinë time. Ishte tmerri më i madh. Sot nuk e kam parë vajzën 3 vjet. E lash unë ti me bien në moshën 3 vjeç, sot është bërë 6. Javën tjetër ka ditëlindjen dhe më digjet shpirti. Më ka marrë malli shumë. Dua të ngrej të gjitha institucionet në këmbë që ta marr ti me bi, por nuk kam fuqi. Nga shumë mendime, truri më është bllokuar dhe nuk e di se çfarë të bëj. Nuk e di se si t'ja dal, nuk e di se ku të shkoj. Dua të dëgjoj mendimin tuaj dhe dua të marr mendimin tuaj se çfarë të bëj për ti me bi. Ju lutem më shkruani në komente atë se çfarë ju mendoni që unë duhet ta bëj. Kjo është historia, lërni komentin tuaj.